Vedat Moriqi është një nga sulmuesit më të njohur shqiptar të viteve të fundit dhe një figurë kyçe e futbollit të Kosovës. Ai ka lindur më 24 prill 1994 në Prizren, Kosovë, dhe që në fëmijëri u dallua për fizikun e fortë, karakterin luftarak dhe dëshirën e madhe për gol. Për shkak të gjatësisë, forcës dhe mënyrës se si dominon në zonë, Moriqi është pakzuar nga tifozët me Novkon Pirati. Fillimin në Kosovë dhe në Shqipëri. Karrierën profesionale Moriqi e nisi në Kosovë, ndërsa më pas kaloi në Shqipëri, ku luajti për Teutën e Durrësit dhe më vonë për Besën e Kavajës. Në kampionatin shqiptar, ai u dallua si një sulmues fizik dhe shumë i rrezikshëm në ajër. Me Teutën dhe Besën, Moriqi zhvilloi diku te 50 ndeshje dhe shënoi afërsisht 20 gola, duke tërhequr vëmendjen e klubeve jashtë vendit. Një hap i parë i madh i tij ishte në Turqi, te skuadra e Rizesporit. Në vitin 2016, Vedat Moriqi u transferua në Turqi, te Rizespor, ku karriera e tij mori një kthes të madhe. Ai u përshtat shpejt me futbollin turk dhe u kthye në lider të sulmit. Me Rizesporin, Moriqi luajti 74 ndeshje, shënoi 36 gola dhe dha 8 asistime, duke u bërë një nga sulmuesit më të frikshëm të Superligës turke. Fenerbahçe, kulmi i formës. Paraqitjet e shkëlqyera e çuan Moriqin te Fenerbahçe, një nga klubet më të mëdha në Turqi. Atje ai konfirmoi nivelin e tij si sulmues i klasit të lartë. Me fanellën e Fenerbahçes, Moriqi zhvilloi 49 ndeshje, shënoi 17 gola dhe regjistroi 7 asistime. Ai u kthye në idhull për tifozët dhe një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit. Lazio, përvoja në Serie A. Në vitin 2020, Vedat Moriqi realizoi transferimin më të madh të karrierës së tij, duke kaluar te Lazio në Serie A. Megjithatë, periudha në Itali ishte më e vështirë. Me Lazio ai luajti 69 ndeshje, por shënoi vetëm 2 gola, kryesisht për shkak të rolit të kufizuar, konkurrencës së fortë dhe stilit të lojës që nuk i përshtatej plotësisht. Mallorca, që njihet edhe si rilindja e tij. Rikthimi i vërtetë i Moriqit ndodhi në Spanjë te Mallorca, ku aktualisht luan edhe sot. Fillimisht si oazim dhe më pas si transferim përfundimtar, ai u bë lider absolut i ekipit. Me Mallorcën, Vedat Moriqi ka zhvilluar rreth 85 ndeshje, ka shënuar 30 gola dhe ka dhënë 6 asistime, duke qenë vendimtar në mbijetesën e ekipit në La Liga dhe një nga sulmuesit më të respektuar të kampionatit. Me kombëtarën e Kosovës, Moriqi është golashënuesi historik. Ai ka luajtur 58 ndeshje, ka shënuar 28 gola dhe ka dhënë 7 asistime, duke qenë figura kryesore e sulmit dhe lideri shpirtëror i ekipit. Golave të tij u atribuohen shumë nga fitoret dhe momentet historike të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Stili i tij lojës. Vedat Moriqi është një sulmues klasik, shumë i fortë fizikisht, i shkëlqyer në lojën ajrore dhe shumë i rrezikshëm në zonë. Ai di të mbajë topin, të luajë me shpinë nga porta dhe të krijojë hapësira për shokët e skuadrës. Përveç golave, ai njihet për sakrificën dhe luftën në çdo duel. Sot, Vedat Moriqi konsiderohet si një nga sulmuesit më të mirë shqiptar të 20 viteve të fundit. Ai është shembull i një futbollisti që, me punë dhe këmbgulje, arriti nga fushat lokale deri në ligat më të forta të Europës.